Po, është e vërtetë, është mos konstituimi i kuvendit, është breng për mërgjimtarët, është breng për shtetarët e Republikës, është breng shumë e madhe për bizneset e për sigurinë e investimeve në Kosovë. Megjithatë nuk ka alternativë tjetër përpas dialogut politik, arritjes së marrëveshjes politike dhe pranimit të drejtuesve të subjekteve liderëve politike partijak të Republikës së Kosovës, se veç të ulen, të dakordohen dhe të kemi një orar e afat edhe të konstituimit të kuvendit, të votimit të qeverisë, të zgjedhjes së presidentit. Sinqerisht, ju them të drejtën, ndjej keqardhje që komunikimi i drejtuesve politik në veçanti të opozitës së deridjeshme po bëhet përmes mediave e jo përmes pranimit të pjesëmarrjes së prezencës në takim. Unë e kuptoj rëndësinë e deklaratës politike, kuptoj rëndësinë e komunikimit me elektorat të secilit, se fatmirësisht jemi demokraci, secili ka votues të përkrasit të orientimeve të veta politike, por interesi i shtetit është një. Kosova ka nevojë për kuvend të konstituar, për qeveri të votuar, për presidente që është në zyre me mandat të plotë. Dhe kjo situatë nuk i shkon përshtatje askujt, por gjithashtu edhe prej kësaj situate nuk mund të dilet e të ketë zgjidhje pa dialog politik. Është me të vërtetë pa kuptim të mos pajtimi ose mos pranimi i ftesës për të qenë në takim me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, kryeministrin e detyrës Zotri Albin Kurti. Nuk ka arsyetim, nuk mundet asnjë argument i cili qoftë me vendimin mos me qenë në qeveri ose me qenë në opozitë, apo me vendimin se nuk po ka besim të ndërqier. Gjysma e elektoratit e qytetarëve me të drejtë vote ja kanë dhënë besimin grupit të lëvizjes vetëvendosje bashkë me partnerët e vet. Prandaj edhe si tillë nuk mundet askush të mendojë për një formim të institucioneve, konstituim të organeve drejtuese të shtetit pa lëvizjen vetëvendosje. Prandaj edhe mos pranimi në diskutim të mëtutjeshëm, qoftë i Partisë Demokratike apo i Aleancës për Armërinë e Kosovës nuk ka arsyeshmëri. Përfaqësuesve tanë të dashurit të çmuar të diasporës që janë sot këtu, ju themi se po bëjmë përpjekje maksimalisht që sa më parë të kemi institucionet e formuara. Unë shumë do doja që sot të ishim në legjislaturën 11 funksionale, me kryetar kuvendi, me kryesit kuvendit e gjithashtu edhe me qeveri e me president. Më shumë është shkelje e besimit demokratik, mos takimi për konstituim të institucioneve, sësa i përket vetëm formës për ta realizuar një formë edhe për të ofruar ose për të pa atë çfarë pam në seancën e fundit, nuk e besoj që po ka vlerë të shtuar. Përderisa nuk ka një takim i cili e konfirmon se ka dakordim për të ecur përpara, nuk e kuptoj pointën e këtyre qëndrimeve. Megjithatë prap, ashtu siç e ka thënë edhe ushtrisja e detyrës së presidentes, për ata që nuk pajtohen, është gjykata kushtetuese, se fatmirësisht ka edhe kvorum dhe mundësi të vendimarrjes, por prap po them, edhe një herë po e ritheksoj se ky komunikim nuk duhet të ndodhte përmes mediave, por që apeloj që të takohen natyrisht edhe të dakordohen për agjendën përpara të shtetit të Kosovës, jo vetëm të partive politike. Procesi zgjedhore po e sjellin një rezultat. Ai rezultat që erdhi si pasojë e bllokadës së vitit 2025 në dhjetor të vitit 2025 ishte i tillë i cili nuk e solli qeverinë afatgjate për shkak të mos dakordimit për president. Prandaj edhe në një përpjekje të njëjtë ne prap do të vinim në një situatë që pas 2 muajve të shtetit të vazhdonte me ritmin e njëjtë të cikleve të përsëritura zgjedhore të panevojshme.